Takohen liderët e Vlenit, sonte vulloset se kush do të fitoj, matematika e Bilal Kasamit apo psikologjia e Arben Talavarit. Ministrat e qeverisë me rezerva për emrimin e anti-shqiptarit Bogojevski, Janeva Arsimi thot se do të vëzhgoj punën e tij, ndërsa Murtezani i eurointegrimeve thot se nuk është kompetent. MIT lanë disa ditë pa mësim nxënësit e shkollës fillore Panajot Ginovci në Shkup. Ministri Arsimi thot se duhet bërë deratizim, ndërsa fajinja lë drejtoreshës. Përshkallëzohet lufta tregtare mes SBA-s dhe Kinës. Pas Trumpit, edhe Kina rrit tarifat për mallrat amerikane për 125%. Të nderuar shikues, përshëndetje. Liderët e koalicionit Vlen sonte do të takohen për të diskutuar për zhvillimet e fundit brenda koalicionit. Në këtë takim do të marrë pjesë edhe kryetari i Aleancës për shqiptarët Arben Talavari, i cili kishte një javë kohë për të vendosur se nga do të shkojë. Ndërkohë, kryetari i Lëvizjes Besa Bilal Kasami me shtjellim të operacioneve matematikore, rezultatin përfundimtar për Talavarin pa koalicion Vlen e nxori 0. Ndërkaq një versionin psikologjik këtë deklarat të Kasamit e komentoi Talavari, i cili tha se ai ka bërë lapsus lingua, që siç e sqaroi, goja fol më shpejt se truri. Liderët e koalicionit të Vlen sot do të takohen për të diskutuar për zhvillimet e fundit brenda koalicionit. Në këtë takim do të marrë pjesë edhe kryetari i Aleancës për shqiptarët Arben Talavari, i cili është edhe njëri ndër arsyet e mjegullës së krijuar në këtë koalicion, pasi ai edhe publikisht ka lëshuar disa kritika për Vlenin, duke deklaruar se atij nuk i është bërë ftesë nga Vleni që të shkrihen në një parti. Megjithatë, sa i përket takimit, Talavari tha se do të vazhdojnë të punojnë dhe do të arrijnë të gjejnë një zgjidhje që do të ishte kapshme për të gjithë. E pas këtyre kritikave ndaj partive që janë ende në koalicion bashkarisht, filloi edhe debati publik ndërmjet krereve të Vlenit, fillimisht mes kryetarit të Lëvizjes Demokratike Izet Mexhiti dhe kreut të ASH-s Arben Talavari, e më pas në debat publik u inkuadrua edhe kryetari i Lëvizjes Besa Bilal Kasami, i cili në një emision televiziv me shtjellim të operacioneve matematikore, rezultati përfundimtar për Arben Talavarin pa koalicionin Vlen i doli 0. Ndërkaq, në versionin psikologjik këtë deklaratë të Kasamit e komentoi Talavari, i cili tha se ai ka bërë lapsus i lingua, që siç e sqaroi, goja fol më shpejt se truri. Unë mendoj se ma shumë ishte lapsus lingue, kur goja folën më shpejt se sa truri që proceson, ashtu quhet në psikologji. Mendoj se nuk e kishte me qëllim të keq, ose thjesht e gaboj radhitjen e fjalëve në fjali, nuk mendoj se kishte prapavit keqe deklarata e zotrit Bilal Kasamit. Ndërkohë, sa i përket deklaratave të Izet Mexhitit, i cili i bëri disa ditë më parë, Talavari cilësoi si normale, pasi siç tha, debate ka brenda një partie të vetme, e mos të flitet kur janë 4 parti. Pavarësisht të gjitha polemikave, kryetari i Lëvizjes Besa Bilal Kasami ka deklaruar se nga mbledhja e sotme e koalicionit Vlen do të përcaktohet se si do të dalin në zgjedhjet e ardhshme lokale, ndërsa ai shprehti i bindur se Vlen do të jetë e bashkuar dhe do të tregojnë në zgjedhjet lokale atë që tregojnë ato parlamentare. Emrimi i anti-shqiptarit dhe përhapësi të gjuhës së urrejtjes Petar Bogojevskit në krye të Agjencisë për Fondet Arsimore Europiane ka shkaktuar reagime të shumta nga shqiptarët, sidomos ato të opozitës, por jo edhe nga ata që kanë emëruar. Ministri i Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska tha se do ta vëzhgojë punën e tij dhe nëse do të ketë problem do të marrë masa, ndërsa ministri i çështjeve europiane Orhan Murtezani ndan shqetësimet bashkë me opinionin dhe thotë se procesi i emërimit është dashur të jetë më i kujdesshëm. Emrimi i Petar Bogojevskit në pozitën e udhëheqësit të Agjencisë për Fondet Arsimore Evropiane vazhdon të jetë temë diskutimi. Ministri i Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska ka thënë se do të vëzhgojë në vazhdimsi punën e Bogojevskit. Janevska ka kërkuar që pas emërimit në këtë post Bogojevski të mos merret me politikë dhe të jetë apolitik. Paralajmëroi masa ndaj tij nëse ka vërejtje për punën që ai do të bëjë në këtë institucion. Не би можела да ја коментирам работата. Nuk mund ta komentoj punën e një drejtori i cili është vendosur para 1 ose 2 ditëve.
I dëgjoj reagimet dhe nga këtu si të gjithë, them se do ta ndjekim punën e drejtorit. Nëse gjithçka është në rregull dhe ai është apolitik, nuk do të kemi problem. Nëse ka ndonjë tjetër problem, do të merren masa. Partitë politike janë pjesë përbërëse e qeverisë, por kur vendosim të emërojmë zyrtar, i vendosim që të jenë apolitik dhe të kryejnë punën për të cilën janë emëruar dhe të respektojnë ligjin në mënyrë më të mirë të mundshme. Çështjen e Bogojevskit e komentoi edhe ministri i çështjeve evropiane Orhan Murtezani, ai ndan shqetësimin bashkë me opinionin lidhur me këtë temë dhe thotë se procesi i emërimit është dashur të jetë më i kujdesshëm. Kjo çështje, me sa e di unë, është në kompetenca të Ministrisë Arsimit. I ndaj shqetësimet me opinionin, mendoj që ndoshta procesi i emërimit duhet të kesh qenë më i kujdesshëm. Mirë po nuk e shoh veten përgjegjës t'jap koment për diçka për cilin nuk jam kompetent. Veç Bëdris dhe Vlenit, që akuzuan njëra tjetrën për emërimin e Bogojevskit, ka reaguar edhe ASH-ja Zjadin Seles, nga ku thonë se qeveria ka shpërblyer edhe një figurë anti-shqiptare dhe anti-evropiane. Sipas ASH-s, emërimi i Bogojevskit është në kundërshtim të plot me orientimin e deri tanishëm evropian të vendit. Përfaqësuesit shqiptar në qeverinë monoetnike dhe jo legjitime i legjitimuan thirrjet shqiptar i mirë, shqiptar i vdekur. Shqiptarët janë kafshë të papërjetuara dhe të ngjashme. Ky është një turb dhe goditje me rënë që u bëhet shqiptarëve, marrëdhënieve ndërmjet bashkësive në vend. Edhe një anti-shqiptar dhe anti-europian, po shpërblehet nga qeveria jo legjitime, VMRO vlen. Petar Bogojevski është kryetari i Partisë Koncepti Maqedonas dhe ditë më parë edhe zyrtarisht u emërua drejtori i Agjencisë për Fondet Arsimore Evropiane. Partitë opozitare shqiptare kanë shpërthyer në akuza ndaj qeverisë, duke thënë se kjo është një dëshmi se për të marrë pozitë në këtë qeveri duhet të jesh anti-shqiptar i dëshmuar si Bogojevski. Ndryshe, Bogojevski njihet për qëndrimet e tij anti-shqiptare të shprehura publikisht në çdo platformë ku i është dhënë hapësira, po edhe qëndrimet e tij anti-vlen. Ministri hungarez për çështje europiane Janoš Boka deklaroi sot nga Shkupi se Maqedonia e Veriut ka nevojë për Bashkimin Evropian. Megjithatë, edhe Bashkimi Evropian ka nevojë për Maqedoninë e Veriut. Boka, shteti i cilit momentalisht po kryeson me BE, tha se Maqedonia e Veriut vetëm duhet të ishte antare e Unionit. Se përket çështjes me Bullgarinë, ai tha se ende vlen oferta e kryeministit hungarez për të ndihmuar në zgjidhjen e problemit. Oferta e kryeministrit hungarez Viktor Orban për të asistuar në zgjidhjen e kontestit me Bullgarinë vlen akoma në rast se palët e konsiderojnë të dobishme ndërmjetësimin e Hungarisë. Kështu ka porositur sot nga Shkupi ministri hungarez për çështje evropiane Janoš Boka pas takimit me homologun e tij nga Maqedonia e Veriut Orhan Murtezani. Ai tha se gjatë kryesimit të Hungarisë me presidencën e BE-s janë përpjekur që të përshpejtojnë procesin administrativ dhe teknik brenda institucionet evropian. Boka po ashtu theksoi se po kontaktojnë vendet anëtare për të theksuar rëndësinë gjeopolitike të rajonit për Bashkimin Evropian dhe gjithashtu mundësitë e mëdha ekonomike që ofron integrimi i Ballkanit Perëndimor në Union. Zgjerimi i Ballkanit Perëndimor dhe antarësimi evropian i Maqedonisë së Veriut është një çështje e papërfunduar. Maqedonia e Veriut tashmë duhet të ishte në Bashkimin Evropian. Unë besoj se Bashkimi Evropian ka nevojë për rajonin dhe Maqedoninë e Veriut. Të paktën pas sa rajoni dhe Maqedonia e Veriut ka nevojë për Bashkimin Evropian. Hungaria do të jetë gjithmonë këtu për të mbështetur këtë proces dhe do të jetë mike e sinqertë e Maqedonisë së Veriut dhe qeverisë së saj në këtë proces. Në kuadër të takimit, dy ministrat nënshkruan edhe një memorandum bashkëpunimi në fushën e integrimeve evropiane. Ministri Murtezani theksoi se ky memorandum është shprehje e angazhimit të ndërsjellë për thellimin e partneritetit përmes shkëmbimit të njohurive, përvojave dhe përpjekjeve të përbashkëta drejt miratimit të standardeve evropiane. Me këtë hap, Maqedonia e Veriut dhe Hungaria edhe një herë tjetër tregojnë se Evropa nuk është vetëm gjeografi dhe burokraci, por qëllim i përbashkët, vlera të përbashkëta dhe besim i përbashkët se politika e zgjerimit është një nga qëllimet më të rëndësishme strategjike të Bashkimit Evropian, i cili atraksionin e tij dhe fuqinë transformuese e merr pikërisht nga unifikimi si proces
thelbësor evropian i solidaritetit, mbështetjes së ndërsjellë dhe vizionit për kontinentin i cili nuk ndërtohet në ndarje, por mbi lidhshmëri, vlera dhe të ardhmet të përbashkët. Kujtojmë se që nga ardhja e VMRO-DPM-s në pushtet në qershor të vitit të kaluar, Maqedonia e Veriut ka thelluar bashkëpunimin me Hungarinë. Qeveritë e dy vendeve kanë mbajtur edhe 2 seanca të përbashkëta qeveritare, ku kanë nënshkruar disa marrëveshje bashkëpunimi. Po ashtu, Maqedonia e Veriut mori edhe një kredi për 1 miliard eurove nga Hungaria. Nxënësit e shkollës fillore Panajot Ginovski ka disa ditë që nuk shkojnë në shkollë për shkak të mijëve që kanë dalë aty. Ministri i Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska tha se shkollës duhet t'i bëhet deratizimi. Ajo theksoi se autoritetet janë duke monitoruar nga afër këtë rast, por fajin ja la drejtoreshës së shkollës. Për shkak të shfaqjes së minjëve, nxënësit e shkollës fillore Panajot Ginovski vazhdojnë të humbin mësimet e tyre. Në biseda që i bëm ne me pak ato nxënës që takuam sot në oborin e kësaj shkolle, thanë se vetëm në disa klasa nga 4-5 nxënës kanë qenë të pranishëm, ndërka që të tjerët nuk shkojnë për shkak të gjendjes aktuale. Ministri i Arsimit Vesna Janevska e pyetur lidhur me këtë, tha se shkollës duhet t'i bëhet deratizimi. Ajo theksoi se autoritetet janë duke e monitoruar nga afër këtë rast, por tha se përgjegjësia për organizimin e mësimit është e drejtoreshës. Direktorite se postaveni... Obligimi i çdo drejtori është që të kryejë funksionin e tij. Drejtorët janë të vendosur për të organizuar mësimin dhe të gjitha aktivitetet tjera. Unë e propozoj një masë shumë të thjeshtë që është deratizimi, pas saj dhe aksion ekologjik në atë shkollë. Jemi duke e ndjekur gjendjen dhe do të marrim hapa të përshtatshëm për më tutje. Menjëherë pas përfundimit të kësaj ngjarje do ta kontaktoj drejtoreshën dhe do ta pyes se çka është ndërmarr. Komuna e Butelit dhe drejtoresha e shkollës fillore Panajot Ginovski të kontaktuar dhe të pyetur nga televizioni Shenja për rastin në fjalë, nuk thanë asgjë, edhe pse premtuan se do të prononcoheshin, ata sërish heshtën. Ndërkaq prindërit dhe fëmijët e tyre kanë protestuar ditën e djeshme, duke kërkuar reagim të menjëhershëm nga institucionet kompetente. Ministria e Punëve të Brendshme informoi se në një kompani gostivar, cila kishte leje për kultivimin e kanabisit për qëllime mjekësore, kanë gjetur dhe konfiskuar 9 fuqi me lule të thatë kanabisi, për cilat kompania nuk ka pas leje. Pas kontrollit janë arrestuar njëri nga pronarët dhe një punonjës që të dy shtetas të huaj. Kontrollet e jashtëzakonshme janë kryer në një kompani në Gostivar, e cila posedon leje për kultivimin e kanabisit për qëllime mjekësore. Ministria e Punëve të Brendshme informoi se gjatë kontrollit janë gjetur fuqi plastike të mbushura me marijuan, për të cilët kompania nuk posedon asnjë dokumentacion. Kompani kjo, e cila është në pronësi të personit me inicialet AK 52 vjeç nga Republika e Shqipërisë dhe AR nga Bosnia dhe Hercegovina. Ndërkaq nga MPB theksuan se kontrolli i objektit është kryer në prani të njërit prej pronarëve dhe drejtuesve AK dhe punonjësit CI, 39 vjeç nga Republika e Slovenisë, me vendbanim të përhershëm në fshatin Sedlarse e Epërme, rajoni i Tetovës. Në procesin e rritjes së bimës së kanabisit janë konstatuar një sër parregullësish që bie ndesh me ligjin për kontrollin e drogave narkotike. Për këtë arsye dyshohet se prodhimi i kanabisit ishte destinuar për tregun ilegal. Gjithashtu u konstatua se kanabisi thahej në 2 salla dhe në njërin nga sallat u gjetën 9 fuqi të mbushura me lule të thatë kanabisi, për të cilin personi juridik nuk ishte dokumentacion. Ndërkaq pas udhëzimeve të prokurorit publik, kanabisi i gjetur, bimët dhe lulja e tharë është sekuestruar dhe dorëzuar në Agjencinë për Menaxhimin e Pasurisë së Pronës së konfiskuar, ndërsa pronari dhe punonjësi janë arrestuar. Zëvendës Ministri i Ekonomisë Marian Risteski tha se shporta e re e konsumit do të bëhet e ditur javës së ardhshme dhe do të jetë një pasqyrim cilësor i një familjeje mesatare 3 antarëshe. Ai theksoi se kjo shport konsumi nuk do të përmbajë alkool, cigare apo pushime jashtë vendit, sepse siç tha ai, këto i konsiderojnë luks.
Zëvendës Ministri e Ekonomisë Marian Risteski deklaroi se shporta e re e konsumit, e cila do të quhet mesatare, do të votohet në Këshillin Ekonomik Social, i cili do të mbahet së shpejti. Ai theksoi se shporta do të jetë një pasqyrim cilësor i një familjeje mesatare 3 antarëshe, sipas të dhënave të entit shtetror të statistikave. Risteski tha se është i bindur se shporta nuk do të jetë për krijimin e opinionit publik apo për politik, dhe se shporta aktuale nuk korrespondon me gjendjen dhe nevojat reale. Shporta jonë e konsumit sigurisht që nuk do të përbaj alkool, cigare apo pushime jashtë vendit, sepse i konsiderojmë luks. Nuk do të ketë gjithashtu asnjë frut që nuk është karakteristik për një stin të saktuar të vitit. Gjithçka do të bazohet në të dhënat përkatëse dhe çmimet përkatëse të produkteve dhe të dhënat nga tregjet e shumta. Të gjitha çmimet do të merren parasysh. I pyetur më tej lidhur me pushimet e qytetarëve të cilat për ta paraqesin luks, Risteski tha se jo çdo qytetar mund të përballoj pushimet jashtë vendit. Askush nuk e kufizon të drejtën për pushime, por mendoj se shkuarja jashtë vendit e për pushime, mendoj se çdo qytetar i vendit në varësi nga standardi personal dhe mundësi të mundet ta përballoj ose jo. Por gjithsesi ne konstatojmë se pushimet nuk janë pjesë të dhënave që duhet i përfshim në shportën mesatare të konsumit. Risteski tha se shporta e konsumit do të bëhet e ditur javës së ardhshme dhe do të jetë e bazuar në standardin e qytetarëve. Çmimet e derivateve të naftës vazhdojnë të ulen. Nga Komisioni Rregullatori i Energjetikës bëjnë me dije se nga sonte në mesnatë benzina euro super 95 do të shitet më lirë për 2.5 denar dhe do të kushtoj 71.50 denar për litër. Benzina 98 do të shitet për 74 denar, ndërkaq çmimi i dizelit do të ulet për 2 denar, me çka do të kushtoj 64.50 denar, kurse vaja ekstra lehtë për anvisri 64.50 denar. Përgjithësia fetare islame e Maqedonisë së Veriut dhe ajo e Bosnjë-Hercegovinës kanë thelluar bashkëpunimin e tyre duke nënshuar sot një memorandum bashkëpunimi. Kreu i BFI-së Shaqir Fetaj e ka cilësuar si historik memorandumin, ndërsa kreu i BFI-së së Bosnjë-Hercegovinës tha se është i lumtur që komuniteti bosnjak në Maqedoninë e Veriut janë mundësuar të drejtat e mësim-besimit në gjuhën e tyre anëtare. Bashkësia Fetare Islame e Maqedonisë së Veriut dhe ajo e Bosnjës dhe Hercegovinës në ambientet e Bashkësisë Fetare në Shkup kanë nënshkruar memorandum bashkëpunimi. Kreu i Bashkësisë Fetare Islame Shaqir Efendi Fetahu memorandumin e nënshkruar e ka cilësuar si historik dhe ka njoftuar se ky bashkëpunim do të ndikojë në shkëmbimin e përvojave të dy institucioneve fetare në shumë sfera. Fetahu tha se ky memorandum është një reflektim i lidhjes që bashkon dy komunitetet, lidhje kjo që sipas tij është e rrënjosur në respektin e ndërsjellë, vlerat e përbashkëta dhe besimin e palëkundur. Ky memorandum definon bashkëpunimin në shpjegimin burimor të islamit, bashkëpunimin në mes dy institucioneve, bashkëpunimin në mes fakulteteve të shkencave islame, bashkëpunimin në mes të shkollave të mesme, medreseve, si dhe bashkëpunimin në shumë sfera të ndryshme, si që është dialogu ndërfetar, biseduam në mënyrë burimore edhe për angazhimin e dy bashkive islame në dy shtetet të cilat janë multinacionale dhe multikonfesionale për të dhënë kontributin ton të jashtëzakonshëm në kultivimin e vlerave që na bashkojnë, në veçanti në kultivimin e paqes. Ndërsa mysafiri Hysein Kavazović kishte vetëm fjalë miradije për Nikoqirin Shaqir Efendi Fetahu, por edhe për myftyrën e Shkupit Kenan Efendi Ismaili për faktin se kanë kontribuar në ruajtjen e identitetit kombëtar dhe fetar të komunitetit bosnjak në Maqedoninë e Veriut, por edhe për faktin se i kanë mundësuar komunitetit bosnjak në Maqedoninë e Veriut të drejtën e mësim-besimit në gjuhën e tyre anëtare. Jemi të lumtur dhe të kënaqur që në suazat të Bashkësisë Fetare Islame, komuniteti bosnjak në Maqedoninë e Veriut merr pjesë edhe është i barabartë me komunitetet tjera dhe zhvillojnë identitetin fetar dhe kombëtar bashkë me besimtarët e tjerë në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
Në shenjë respekti për mysafirët, kreu i BAFI-s Shaqir Efendi Fetau ndau edhe mirënjohje dhe dhurata për mysafirët, duke u dhuruar atyre si përkujtim pllakatën e Bashkisë Fetare Islame dhe pllakatën e Urës së Gurit, një nga objektet më simbolike në qytetin e Shkupit, dhe disa libra. Vazhdojmë me lajmet. Shqipëria ka hapur sot zyrtarisht fushatën elektorale për zgjedhjet e 11 majit. Partitë kryesore, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike janë duke aktivizuar motorët për një betejë të fortë ku PS kërkon mandatin e 4 në drejtimin e Edi Ramës, ndërsa PD synon rikthimin në pushtet pas 12 vitesh. PD-ja me sloganin për Shqipërinë madhështore nisi sot zyrtarisht fushatën në sheshin Nën Tereza, ku Berisha ka paralajmëruar surpriza. Ndërkohë PS-ja do të çelë fushatën më 12 prill në sheshin Skënderbej me fokus tek integrimi i Shqipërisë në BE, duke u mbështetur në projektin Shqipëria 2030. Partitë e tjera përfshirë Lulzim Bashën, Agron Shehajn dhe Lëvizjen Bashk do të zhvillojnë aktivitete të ndryshme në takime me qytetarët në qarqet e vendit. Një muaj pas këtyre aktiviteteve, shqiptarët do të vendosin për 140 mandate të kuvendit, ku për herë të parë do të përdoret një sistem elektoral që kombinon listat të hapura dhe të mbyllura. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan është takuar me presidenten e Kosovës Vjosa Osmani, e cila qëndron për vizitë në Turqi në kuadër të forumit të diplomacisë në Antalya. Edicioni 4 i forumit i organizuar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Turqisë në kujdesin e presidentit Erdogan ka filluar sot në qytetin turk Antalya dhe do të përfundojë të dielën. Tema e këtij viti e forumit është rikthimi i diplomacisë në një botë të fragmentuar dhe ajo pasqyron nevojën urgjente që diplomacia të ripohojë veten si një forcë stabilizuese në mes të ndarjeve globale në rritje. Përshkallëzohet lufta tregtare mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës. Pekini ka njoftuar se do të rrisë tarifat shtesë për mallat amerikane në 125%. Lëvizja e Kinës vjen pasi vetëm një ditë më parë Shtetet e Bashkuara rritën sërish tarifat në mallrat kineze nga 125 në 145%. Përshkallëzohet lufta tregtare mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës. Pekini njoftoi këtë të premte një rritje të tarifave tregtare për mallrat amerikan nga 84% në 125%. Ministria Kineze e Financave ka sqaruar se tarifat e reja do të hyjnë në fuqi nga e shtuna, duke e bërë këtë një hap të menjëhershëm dhe të rëndësishëm në politikën tregtare të Kinës. Lëvizja e Kinës vjen pasi vetëm një ditë më parë Shtetet e Bashkuara rritën sërish tarifat për mallrat kineze nga 125% në 145%, me Donald Trump që tregoi se nuk do të kishte tërheqje përballë Pekinit. Megjithatë, ai tha se ka vend për negociata. Për herë të parë që prej nisjes së luftës tregtare, SBA Kin këtë të premte pati një reagim nga presidenti kinez Xi Jinping. Pasi u takua me kryeministrin spanjoll Pedro Sanchez, kreu i shtetit kinez ripërsëriti qëndrimin e bërë më parë publik nga Pekini, se nga kjo luftë tregtare nuk do të nxjerrë kurrë një fitues. Presidenti kinez i tha kryeministrit spanjoll Pedro Sanchez se Bashkimi Evropian dhe Pekini duhet të kundërshtojnë praktikat e njëanshme të negociimit që Donald Trump kërkon me vendosjen e tarifave tregtare për të ngacmuar ekonomitë më të mëdha të botës. Reagimi i Kinës dhe kundërpërgjigja e radhës prej këtij vendi vjen pasi Shtetet e Bashkuara pezulluan tarifat e larta tregtare ndaj të gjithë vendeve, përveç Pekinit për 90 ditë, duke ju lënë atyre një tarif fash të unifikuar prej 10%. Vet Trump pranoi në mbledhjen e kabinetit të tij mbrëmjen e të njëjtës se vendosja e tarifave shkaktoi probleme në atë që ai e quajti një tranzicion ekonomik, ndërsa pranoi edhe efektet negative që vendimi i tij pati në bursën amerikane. Rreth 50 persona kanë humbur jetën në Indi dhe Nepal për shkak të goditjeve të rrufeve, breshrit dhe shiut të dendur. Të njëjtën sipas agjencisë lajmeve PTI, të paktën 25 njerëz humbën jetën në zona të ndryshme të shtetit lindor indian Bihar pasi rajoni u godit nga rrufet dhe stuhit e breshrit. Zyra e kryeministit të shtetit Bihar konfirmoi gjithashtu numrin e viktimave në një deklaratë, por ish zëvendës kryeministri pohoi se më shumë se 2 fishi i këtij numri ka humbur jetën.
Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të nderuar shikues për të takuar sërish në ora 18:55. Mirëmbëjtje.